Përshëndetje, sot do të shpjegojmë se si Java i përpunon të dhënat duke përdorur operatorët dhe shprehjet. Operatorët janë simbole të veçanta si mbledhje, zbritje dhe shumëzim, që na mundsojnë të kryejmë veprime mes numrave ose ndryshoreve për të marrë një rezultat. Siç e shohim, një shembull i thjeshtë është int x baraz me 5, atëherë int y baraz x minus 3, ku minus është operatori, ndërsa x dhe 3 janë operandët. Në Java kemi disa lloje operatorësh. Ato aritmetik për llogaritje, operatorët e krahasimit, si më e madhe ose më e vogël, dhe operatorët logjik, si dhe apo ose. Por duhet të kemi kujdes. Jo të gjithë operatorët kanë fuqi të njëjtë. Për rëndësinë e operatorëve, shohim tabelën e paraqitur në ekran. Tani, kalojmë te shprehjet. Një shprehje krijohet kur bashkojmë ndryshoret me operatorët sipas një rregulli. Një këshill shumë e rëndësishme është se kur duam të llogarisim mesatarin ose shumën komplekse, përdorim gjithmonë klapat. Për shembull, duhet të shkruajmë klapa x plus y, mbyllim klapën, thyr për 100, dhe jo pa klap x plus y, thyr për 100, sepse klapat specifikojnë saktësisht mënyrën e llogaritjes dhe shmangin gabimet logjike. Kur këto shprehje bëhen një njësi e plotë dhe kuptim plot, ato quhen deklarata. Mendoni për to si fjalit në gjuhën shqipe. Çdo deklaratë në Java duhet të përfundojë patjetër me një pikëpresje. Kur duam të grupojmë disa deklarata bashk brenda klopave gjarpërore, ne krijojmë atë që quhet bllok. Këtë strukturë mund ta shihni qartë te shembulli i klasës bloku, i cili është në fund të videos. Pra, mbani mend, operatorët bëjnë punën, klopat vendosin rregullin dhe pikëpresja përfundon mendimin tuaj në kod.